Po, kemi një këpucar, është Keli Gogu, ndjes. Keli. Që bën këpuc. A i bën ka një jetë të tërë që bën këpuc me dorë. Keli. E ndjekim. Jeta e shumë e shkurtër për të veshur këpuc të mërzitshme. Keli Goga është nga ata pak mjeshtra që kujdeset që këpucët që ai bën të jenë gjithçka përveç se të mërzitshme. Mjeshtër, me çfarë modeli po merresh tani për momentin? Çfarë po punon? Një model të përzgjedhur nga një klient i jon dhe ka zgjedhur një model gjysmë klasik dhe gjysmë casual. Klienti në fjalë ka zgjedhur një kombinim ngjyrash vishnje në blu. Gjëra të cilat do ja tregojmë gradualisht, proceset në vazhdim. Vazhdojmë atë. Pas kemi mbaruar prerjen e modelit, vemi në hollimin në pjesët përkatëse të lëkurës. Këpucat që mjeshtër Keli bën janë pothuajse të rësisht artizanale, ku mbi 80% e proceseve realizohen me dorë. Mjeshtri na tregon që kjo nuk është as pak e lehtë, pasi nevojiten orë të tëra punë, durimi skajshëm dhe grimca të mëdha kreativiteti. Mjeshtër, tani jemi drejt përfundimit të këpucës, apo jo? Po, tani e drejt përgatitjes për të bërë, jo përfundimit, drejt përgatitjes për të bërë montimin e këpucës në formën të cilën kemi para përgatitur. Ndërkohë ti je i vjetër në këtë zanat? Nuk jam i vjetër, ndonjëherë në zanat nuk ka të thotë se sa kohë je në të, po se sa e dashuron atë. Çfarë të bëri ty të dashurosh këtë profesion? Gjithmonë ka pëlqyer që të mbaj këpucë të bukura. Të mira më saktë se sa të bukura, por që këpucë vërtet e kam patur dashuri. Dhe kam një koleksion të mirë këpucësh në garderobën time. Sa për shembull? Diku 160. 160 këpucë. Thonë që zanati vidhet. Ti e ke vjedhur apo e ke mësuar? Apo ta kanë mësuar? Jam ulur dhe kam mësuar zanatin me dëshirën time, pa më thënë ashkus as edhe një gjë. Mjeshtër Keli është tepër i përkushtuar në punën që ai bën. Mëngjeset dhe mbrëmjet e gjen gjithnjë në punishte. Madje ka nga ato net kur i gjithë qyteti fle, por drita e punishtes së tij është ende e ndezur. Kjo punë që bëj momentalisht nuk është se dua të punoj dikush për mua. Kjo më bën të ndihem mirë mua dhe unë e punoj këtë. Nuk është flas për orarin e të zgjatur, ndoshta për kënaqësi do të mjaftoni dhe 2 orë në ditë. Ja, s'është vetëm te kënaqësia. Nuk ka orar, domethënë kjo punë është 8 me 8 i bie diku te 12, jam 13 orë brenda këtij shërbimi. A ja vlen kaq shumë angazhim? E di si është kjo punë? Është si ai pemtare që mbyll një pemë dhe nuk e di se çfarë kokrash do bëj, por ai vazhdon t'i bëj ato që ai mendon më të mirën për të. Ndonse tregu i këpucëve është i orientuar nga malli i konsumit, mjeshtri na tregon se gjithnjë e më shumë shqiptarët po vlerësojnë këpucët e personalizuara. Cilët janë klientët e tu më të shpesh? Shtresa e mesme ose shtresa e ulët, arrin do të blej një palë këpucë apo i kushton më lirë që t'i blej në tregë? E duan këpucën e mirë, shqiptarët e duan këpucën e mirë. Jemi vend që ne duam këpucën e mirë, por ndoshta dhe mundësitë tona janë ato të cilat na çojnë në zgjedhje më të shpejta. Klientët kur vinë këtu, vinë me një ide të veçantë që kanë në kokë që thonë e dua kështu modelin apo të lënë dorë të lirë. Klientët e mi u njoh veshjen, domethënë mënyrën punën, shërbimin. Para shumë e dim se çfarë do krijojmë bashkë. Domethënë të dy bashkë dim se çfarë do krijojmë, referuar pozicionit të cilin ata ndodhen. Por jo të gjithë klientët janë gjithnjë të mirëkuptueshëm. Cili është klienti më i vështirë që ti ke, ai që s'e kupton kurrë se çfarë do nga vetja? Ta them drejt, është zonja ime. Ai është klienti më i vështirë që unë kam sot për sot. Asnjëherë, po. Ai është klienti më i vështirë. Të tërë klientët e tjerë kanë menaxhueshëm, vetëm zonja ime është pa menaxhueshme. Kemi shumë ndryshime. Dua të jap diçka që unë vërtet e shikoj që mund i ri bukur. Ajo ka ngelur disi akoma tek versioni që jo, ngjyra errët shkon, kjo më duket bukur. Pa çka se tani ka filluar po i pëlqen shumë ngjyrat e qelura. Ky është procesi i ngjyrosjes së lëkurës, pasi e kemi montuar këpucën, e kemi lënë që të thahet. Vazhdojmë në procesin e ngjyrosjes së saj. Por për të bërë një palë këpucë artizanale, patjetër duhet kohë.
ndaj mjeshtri i la këpucët të thahen dhe u rikthye ditën tjetër për të mbaruar porosin. E kemi lënë këpucën, pas e kemi montuar dje dhe kemi lënë një ditë në formën e saj për kaca që të marri dhe të thahet mbi kallup dhe të jetë forma që mos na prishet këpuca. Kemi hequr, kemi eliminuar gozhdët të cilët montuam këpucën dje. Kemi vënë konturën dekorative xhirin, kemi krijuar dhe lyerjen, kemi dhënë ngjyrat për kacat të cilët na ka kërkuar klienti. Jemi drejt përfundimit të saj duke ngjitur gomën, lyerjes me materialin për kacë dhe ngjitjes së gomës. Goma u ngjit, është gati për të kaluar në makinerinë e shtypjes me një tonazh të lartë për një siguri dhe për një ngjitje më precize. Tani jemi drejt dhënies me dyll në fazën përfundimtare të lyerjes për të dhënë shkëlqimin për katës.